Telat e mbajnë shtyllën elektrike, por ka rrezik të shkëputet dhe të merë në qafë ndonjë banor. Me muaj kjo shtylla elektrike rrin e varur në telat e rrymës dhe askush nuk ndërmerr masa për ta larguar. Kec dhe komuna janë të informuar për rastin, por si duket pa ndodhur ndonjë tragjedi nga rryma, nuk merr akosët askush. Banorët janë të indinjuar me mospërgjigjen e institucioneve. Këtë rrugë në ditë e frekuentojnë mijëra qytetarë e rreziku është i vazhdueshëm. Intervenoni sa nuk është bërë vonë.